Mirdita, dashur miq të rubrikës tonë Tulipani. Sot desha të flas për Partinë Demokratike, partia opozitare më e madhe e vendit tonë. Partia Demokratike ka meritat e saj, ka forcën e saj, është partia më e madhe opozitare dhe partia më e madhe në Shqipëri. Pavarësisht se zgjedhjet i fiton Partia Socialiste, Partia Demokratike ka elektoratin më të madh në Shqipëri. Lej vjedhjet, lej korrupsionin që bën Partia Socialiste se 20 vjet pushtet, që vjedh vota, e bën korrupsion, e bën gjitha për të mbajtur pushtetin me dhunë, me lek, me forcë, me të gjitha, me gjenjen e një qeveri autokrate, e cila çdo ditë e më shumë po bëhet diktatore e re. Po problemi sot është të flasim për opozitën, për partinë tonë demokratike, për njerëzit e Partisë Demokratike, e cila Partia Demokratike i mbrojti në çdo kohë, ju dha postën në çdo kohë, i nderojnë çdo kohë. Mendimi jam është sot që lufta në mes Partisë Demokratike të bëhet aty, Partinë Demokratike. Mos dalim ta shkatrojmë opozitën, mos dalim ta shkatrojmë Partinë Demokratike grupe na nuk fitojmë kush. Kur desha me pyet sotin Salioni, kush shtyn të dalësh të bësh një foltore kot, të shpërndash njerëzit e Partisë Demokratike, të shpërndash demokrat e sinqerë që besojnë në fjalë boshe tuat. Mos harro se Partia Demokratike është ajo që luftoi e Komguri që ti të mos dënoj. Partia Demokratike çoi zonin deri në instancat më të mëdha të Europës. Për ty. Kështu do t'ja u kthesh demokratëve ti, që ta shkatrosh opozitën, që ta shkatrosh Partinë Demokratike me grupin tënd? Jo, Salioni. Po deshe hajde aty të Partia Demokratike në gjirin e saj dhe hedh kandidaturën për kryetar për çfarë të duash. Nuk është Partia Demokratike për karrierista. Nuk është Partia Demokratike që të formojnë një njeri, të bëhet një njeri karrierist e të bëjnë çfarë të do në Partinë Demokratike. Zgjedhjet në Partinë Demokratike kanë qenë gjithmonë të lira dhe janë gjithmonë të lira. Unë jam antar i Partisë Demokratike që në vitet 90-ta, unë jetoj jashtë. Unë e di se çfarë është Partia Demokratike për popullin shqiptar. Është një lule që jep lullëzim Shqipërisë. Prandaj zoti Salioni, me grupin tënd që po mundohesh të shkatrosh Partinë Demokratike, të lutem si demokrati thjesht, të kthehesh në gjirin e Partisë Demokratike, e luftën brenda Partisë Demokratike ta bësh mbrenda në selinë e saj. Konkurencën për kryetar, për sekretar, për poste ta bëni mbrenda aty, siç e bën Partia Socialiste në çdo kohë. Pra, mos u shpërndajni, pa shkoni për të fituar. Ju falenderoj.